Qindra besimtarë u mblodhi në katedralen e Shën Nikollit në Lezhë për kremtimin e meshës së Shenjtë Krishtlindjes. Ceremonia fetare u drejtoi nga i peshë i dioqezës së Lezhës, Otavi Vitale, i cili në fjalën e tij theksoi mungesën e paqes mes njerëzve, si në Shqipëri, ashtu dhe në mbar botën. Sipas i peshët Vitale, luftrat, dhunat dhe vrasjet janë kthyer në një shqetësim serioz për komunitetet, duke cënuar vlerat themelore të bashkëjetesës dhe dashurisë mes njerëzve. Çdo Krishtlindje, pra, vit pas viti, flitet për luftëra, për betejë, akmarrja, vrasja. Dhe kjo nuk përket vetëm të kombet të mëdha, por edhe kombit tonë, çdo vend, çdo familje, kena përçarje, probleme. Ku është paqja, pra? Pse flasim për paqen nëse nuk realizohet? Ku është paqja që dëshirojmë? Ku është paqja për të cilën na flet Jezusi? Ku është paqja për të cilën ne krejtojmë me shenjtë? Të gjithë, pra, e dimi që se mesazhi i hyjtë në botë, në lindjen e Mesisë, të Jezusit, është ky. Paqja mbi tokën, njerëzve vullnet të mirë. Kemi dëgjuar edhe tani. Paqja mbi tokë, dhe është një shprehje që na duket që paqja do të ketë në botë. Për njerëzit vullnet të mirë, për njerëzit që ka vullnet të mirë për të krijuar paqen. Nuk mund të ketë paqe në familje, në vend, në kombin tonë, midis kombeve në botë, nëse nuk ka vullnet të mirë midis njerëzve. Por çfarë është ky vullnet i mirë? Sepse ne themi, nëse kemi vullnet të mirë, atëherë do të kemi paqe. Por çfarë është vullnet i mirë? Çfarë do të thotë? Është para së gjithash miqësia me atë që është ati të gjithëve, do me thënë me hyrje, që është vetëm i vërtetë, që vetëm mund të na jep paqen. Ky vullnet i mirë kërkon edhe shkatërrimin e egoizmit, edhe në individin. Mesha e Shenjtë Krishtlindjes e solli një prani të lartë besimtarësh, jo vetëm brenda, por dhe jashtë ambientet të katedrales së Shën Nikollit.